Njësi proceseve zgjedhore e ish kryetari KQZ, zoti Mazlum Baralio, është në studio për diskutuar lidhur me organizimin e zgjedhjeve dhe do flasim në veçanti për organizimin e procesit në diaspor, pasi që kemi parë ditët funit akuza dhe përplasje e një vendim të KQZ-s i cili tashmë është refuzuar nga ana e PZAP-s për mënyrën e organizimit të zgjedhjeve. Me zotin Baralio do flasim gjithashtu edhe për koalicionet, pasi që dje vetë se ka përfunduar afati deklarimit të koalicioneve dhe mënyrën se si partitë kryesore në vend hyngarë zgjedhore. Atëherë, zëni Baraliu, mirë mbrëma dhe mirë se keni ardhur. Faleminderit shumë. Zëni Baraliu, flasim fillimisht për organizimin e procesit në diaspor. Ka përplasje mes partive politike, sot kemi parë mes Vetëvendosjes dhe LDK-s pas këtij vendimi të PZAP-s, e cila e rrëzoi këtë vendimin e KQZ-s për shtimin e qendrave alternative të votës në diaspor. Çka tregojnë këto përplasjet për votën e diasporës? Pse po i shohim? Për arsye se është një burim i rëndësishëm i votës së qytetarëve për partitë politike. Tani më nuk është një parti politike që është e interesuar për diasporën, që në një mënyrë anë tjetër ka vazhduar kontinuitetin e kontaktit dhe interesimit për diasporën. Tani më, sidomos para zgjedhjeve të parafundit dhe të fundit, të gjitha partitë politike kanë reaktivizuar aktivitetet e tyre dhe degët, strukturat, themi kushtimisht të tyre në diaspor, për arsye se, siç thash në fillim, është një burim i rëndësishëm dhe me ndikim në rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve në Kosovë. Ata janë qytetarë tanë me të drejtë vote dhe tashmë të gjitha partitë janë shumë të interesuara, madje disa prej tyre para këtyre zgjedhjeve të fundit me muaj e vite kanë zhvilluar aktivitet të dendur në diaspor për të përfituar sa më shumë vota. Pra është interesi politik i partive politike dhe prandaj s'është çudi që kemi një vendim të panelit i cili natyrisht mund të shkojë edhe më tutje në gjykatën supreme nëse dikush është i pakënaqur me të, por sidoqoftë ky shtimi i numrit të qendrave të votimit atje u mendoj që është parimisht në dobi të votuesve. Për arsye atje, pra në Mërgat, në diaspor, për arsye se votimi me postë ka disa probleme serioze, themi, për arsye kohore në radhë parë, po edhe për arsye të mungesës së trajnimeve të duhura që mund t'ju bëhet njerëzve tanë atje, sepse KQZ-ja nuk ka mundësi as kapacitete, kësaj radhe as kohë nuk ka, për arsye se kemi të bëjmë me zgjedhje të parakohshme ose të jashtëzakonshme, për t'i trajnuar njerëzit atje. Natyrisht partitë politike mund ta bëjnë këtë, por asnjëherë nuk e bëjnë në mënyrën e duhur dhe në nivelin e duhur, prandaj edhe brenda vendit shpeshherë përfaqësues të partive politike, qofshin ata komisionar ose vëzhgues, është dëshmuar, pra përvoja ka treguar dhe koha se nuk kanë qenë mjaftueshëm të trajnuar për të qenë kompetent dhe kompatibil me kërkesat dhe nevojat e një procesi elektoral. Po, e kemi parë që zyrtarët KQZ-s e kanë thënë disa herë që herën e fundit 60% e fletë votimeve nuk kanë arritur në kohën e caktuar përmes postës dhe nuk është arritur që të kryen deri në fund procesi votimit. A ishte kjo përqindje tani e mjaftueshme që të ndërrohej kjo çështja e votës së diasporës përmes postës, a kishte alternativa tjera që do të mund shkonin në mënyrë që të mos shkojë me postë apo jo tani? Po jo, nuk ka alternativa tjera për arsye se fillimisht po është e vërtetë që një pjesë e madhe e tyre për shkak të vonesës kohës, shpallën të pavlefshme për shkak edhe të mungesës trajnimit, po një pjesë tjetër e tyre është e pavlefshme këtyre votave të diasporës, për arsye se thjesht qytetarët e kanë vështirë ta kuptojnë çdo teknikalitet të procesit dhe kërkesë të procesit zgjedhor. Prandaj unë mendoj që iniciativa e KQZ-s nuk është për t'u hedhur poshtë, nuk e di se pse dhe në çfarë baze mbaret, është autonom si organ administrativ paneli parashtesave dhe ankesave, por do duhet trajtuar me shumë seriozitet, sepse është fjala për dhënien e një mundësie më tepër, ofrimin e mundësisë që drejt për drejt qytetarët në vend banimet e tyre në vende të ndryshme, kudo që janë jashtë vendit të votojnë dhe këtu nuk ka asgjë të keqe. Natyrisht në aspektin e kostës mund të kushtojë më shumë, por demokracia ka kosto dhe nuk mund të prevaloj kostoja ekonomike në këtë rast edhe asnjëherë s'ka prevaluar, se s'kan vrarë mendjen shumë kjo klasë politike se sa po kushtojnë zgjedhjet, prandaj kemi kaq shpesh, por e drejta realizimi, ushtrimi të drejtës qytetare për të votuar. Pra, po sidoqoftë është një vendim legjitimi një organi
kompetent dhe të shohim se si do të trajtohet nëse qoftë se dikush ankohet në gjykatën. Dhe konsideroni që diasporës i është dhënë mjaftueshëm opsione në mënyrë që të votojë, pasi që do të kenë mundësi ndoshta edhe dhe konsideroni që më shumë do të kemi diasporë që do të votojnë kësaj radhe edhe brenda vendit për shkak edhe të datës së përcaktuar. Po, ma shumë do të duhet kishte, nëse kanë interesim për votim, e unë mendoj se kësaj radhe ma shumë se kurdo herë tjetër, rëndësia jo vetëm historike, po aktuale, vitale, çdo qytetari është dhe do duhet ishte votimi. Pra votimi drejt për drejt nuk ka asnjë alternativë, me që është edhe fundi vitit vinë për festa, do duhet të vinit, të votonin, të merrnin pjesë edhe ata jashtë edhe këta brenda, pa dallim cilës parti i takojnë dhe kujt ja japin votën, për arsye se është një lloj vërtet referendumi, sepse jemi dëshmuar si të paaft, si klasë politike, që të gjejmë zgjidhje në ngërshet e paralizat që janë shkaktuar që 9 muaj e sa, po edhe më herët, vite tjera, kemi pasur ngërshe parafërsisht të tilla, prandaj është mirë që të vinë të votojnë. Po ajo është mënyra më e mirë, drejt për drejt, më e sigurt dhe mund të marrin udhëzime edhe në vendin e votimit, domethënë është e lejuar që të jepet ndihma, jo të tregohet se si të votohet, as të ndikohet, por të merret ndihma juridike gjithsesi është e lejuar, po edhe e dyta, po është e rëndësishme që të bëhen qendra atje të votimit, sepse është varianti ose alternativa 2 që atje të votojnë, nëse nuk kanë kushte të vinë, ose shpenzime, ose shëndeti, ose arsye tjera, ose dëshira nuk duhen të vinë në pushime këtu. Konsideroni që ka pasur bazë ligjore të mjaftueshme që të rritet numri këtyre qendrave ashtu siç është kërkuar brenda KQZ-së ajo. Nuk ka asgjë që është e kundërligjshme dhe diçka që nuk është taksativisht e thënë që nuk është e lejuar, është e lejuar, lejohet pra. Është parim, njërin nga parimet kryesore në drejtësi. Dhe nëse është fjala për t'i ofruar më afër të drejtën, në mënyrë efektive, kualitative, qytetarit që të realizojë drejtën e votës, pse jo, atëherë unë mendoj që pikërisht votimi me postë është dëshmuar në çdo cikël zgjedhor si një mungesë e suksesit efektiv, sepse shumë vota në përqindje, sikurse edhe kësaj radhe, në zgjedhjet e fundit kanë përfunduar si ose me përqindje që përmendet ju, një përqindje të lartë të pavlefshmërisë, mbi 60%, ose të themi mungesës e votimit ose gabimit në votim. Pra, ose mos votimit thjesht, pra nuk është që kanë dalë mjaftueshëm, po t'ishin në situatë që drejt për drejt ta ushtrojnë drejtën e tyre në vendbanimin e tyre, prandaj nuk është gjë e keqe, është e mirë dhe është cilësi demokratike, do të thoja unë që ti ofrohet një modalitet më tepër, një mundësi më shumë qytetarit që është përkohësisht në botën e jashtme e që është qytetar i Kosovës dhe shtetas me të drejtë vote, hyni që të votojë dhe prandaj aq më tepër kur nuk ka qenë KQZ-ja gjithmonë e suksesshme në kuptimin e ofrimit, po edhe postat e huaja, pra janë vonuar, kanë ardhur pas kohe ose kanë qenë me gabime të caktuara, që do të thotë ka qenë një arsye më tepër që të ketë qendra më shumë të shtuara. Dhe konsideroni që do të jetë edhe më sfiduese, sidomos për postën, duke ditur çfarë date po organizohen këto zgjedhje, pra në fund vitit fare, ka festa, konsideroni që dërgimi postër, dërgimi i fletë votime, pastaj kthimi tyre në vend, edhe mund ta vonojë edhe rezultatin edhe numrimin gjithashtu. Po patjetër mund të për ata që votojnë me postë, që është e drejtë e tyre dhe që është tradicionalisht tani me disa ciklet e ne e pranishme, po patjetër që mund të ketë ndikim në vonesa, për arsye se edhe ashtu koha ka dëshmuar që afatet e caktuar nga KQZ-ja për të votuar dhe mënyra votimit me postë, për madje edhe ka pasur edhe ankesa nga partitë politike, nuk ka qenë më mirë a mundshme dhe më efektive a mundshme. Po, dhe në përgjithësi, si është një data 28 dhjetor, ishte data më e mirë, më e favorshme për organizimin e këtyre zgjedhjeve, marrë gjitha këto sfida që janë përmendur këtë ditë me këtë datë? Po, mvaret se si ta mersh. Disa parti politike kanë menduar që 21 është datë më e përshtatshme, mirë po ka mbizotruar, sa di unë dikun 6 parti kanë qenë për këtë datë, që të mbahet me këtë datë. Fundi vitit nuk është shumë preferabile, sepse është fundi vitit, njerëzit përgatiten për të festuar, po përgatiten, ne jemi relativisht fleksibil dhe do të thosha unë jo nomad, por të prirur që të shëtisim, të shkojmë
edhe për festa edhe për vikende kështu më rast, siç po shifet, harxhohen mjetet të mëdha, kapitale, do të thosha nga familjet, nga buxheti familjar për të shkuar në vikende, lënë më fundi vitit, pra jashtë është e mundur që kjo të reflektohet edhe në përqindjen e daljes në votim, përveç elementit të zhgënjimit dhe pakënaqësisë notore, evidente, të popullsisë me këtë klasë politike. Kjo fundit është dëshmuar edhe në zgjedhjet lokale në një masë të konsiderueshme, të pakënaqur me këtë klasë politike, prandaj mund ta kemi edhe më shumë të cënuar përqindjen që do të thotë e daljes në proces zgjedhor, që është shumë i rëndësishëm, edhe më i rëndësishëm se ai zgjedhje lokale me gjithë respektin, dhe cënim i parimit të legitimitetit dhe legitimitetit vetë të kësaj klase politike atyre deputetëve që dalin dhe madje edhe ekzekutive që dalin nga këto zgjedhje. Prandaj mundet caktimi i datës në fund vitit, kur njerëzit të huajt nuk janë këtu për shkak të festave të shëndellave, të tjerët festave ortodokse, të shëndellave ortodokse përgatiten po ashtu, dhe të tjerët që nuk i përkasin këtyre dy besimeve. A mund kemi mungesë të mbikëqyrjes ndërkombëtare dhe a e cënon kjo integritetin zgjedhor ajo bazë të asaj si Jo, nuk do të duhej, për arsye se fundit ata nëse kanë interes, nuk janë detyruar, por kanë interes juridik dhe politik, pra organizmat të ndryshëm të pranishëm në Kosovë, për shembull zyra Bashkimit Evropian e të tjerë, ose këta do duhet të kishin zyrtarët e tyre këtu. Por edhe pa ta, ne kemi legjislacionin ton, obligimet tona, kodin penal, do thotë ligjin për zgjedhjet e përgjithshme, që duhet respektuar gjitha procedurat dhe obligimet dhe operacionet që janë të parapara me ligje me rregullat e Komisionit Qendror Zgjedhor, që të bëhen zgjedhjet dhe pa marrë parasysh janë apo nuk janë dhe sa janë ata, unë mendoj që do të jenë pranishëm, sepse është interesi edhe i Bashkimit Evropian që të përcillen, po edhe i agjensive të ndryshme. Por për aq sa janë ne sikur pa marrë parasysh janë apo s'janë ata, ne kemi detyrë gjitha institucionet involvuese, pra ministritë përkatëse, komisionet komunale zgjedhore, komisioni qendror zgjedhor, gjitha trupat komisionar, vëzhgues, mediat janë të obliguara që të respektojnë rregullat ligjore dhe parimet e standardet për t'i përcjellur dhe për të asiguruar jo vetëm një transparencë, por edhe një integritet të pacënuar të procesit zgjedhor. Po, dhe si prisni shkojë ose çfarë rezultate mund të prodhojnë këto zgjedhje duke parë këtë bllokadën që e pam gjatë një viti, zoti Baraliu, ditën kur do t'i drejtohen kutisë së votimit shqiptarët, a din se për këtë do të votojnë ose për mënyrën se si të votojnë duke e marrë parasysh këtë bllokadën disa mujore që e kemi parë këtë vetë? Po, fatkeqësisht nëse gjykohet sipas sjelljes, qëndrimeve, themi veprimeve kombinatorikave që janë aplikuar gjatë këtyre muajve nga kjo klasë politike, nga gjitha partitë politike pa dallim, kush më shumë e kush më pak, e më tepër me i pari fituesi relativ, po pastaj asgjë më pak këta të tjerët, thjesht nuk mund të themi se kemi një prognozë shumë pozitive. Aq më tepër kur duke pasur parasysh afatin që ju përmendet në hyrje të këtij emisioni, për caktimin e koalicioneve që ishte dje, përfundoi, nuk kemi koalicione parazgjedhore në mes të partive kryesore, më të rëndësishme, gjitha janë të rëndësishme, por këto më të mëdha numerikisht. Është pritur që mund kenë koalicione parazgjedhore? Po nëse mendohet, siç po mendohet, apo prognozohet dhe trumbetohet, nëse dani nga eksponent partive të opozitës, që ata do t'jenë bashkë, do t'a bëjnë një qeverisje të opozitës deri djeshme, atëherë po ish dasht, sepse janë ma përcaktuese këto koalicionet parazgjedhore. Dhe mund të prodhojnë efekte të caktuara, të cilat mandej në një mënyrë një tjetër obligojnë palët, po edhe fuqizojnë. Por natyrisht edhe mund dëmtojnë, prandaj frikën nga ajo që dikush dikën do ta dëmtoj, siç kishte zëra për shembull nga disa parti që ishin koalicion, pa përmendur parti dhe emra me respekt. Atëherë të gjithë janë në një mënyrë janë stepur, janë tërhequr edhe përkundër deklarimeve se ishin takimet e tyre të shkëlqyera, të tjera në fakt nuk kemi tregon që
ose kanë frikë, ose kanë rezerva se mund të ndikojnë në vend se pozitivisht, negativisht njërin e tjetrin, përsëri pa përmendur emër, sepse nomina odiosa sunt, kanë thënë të vjetrit të Romak, përmendja e emrave dhe të partive politike nuk sjell ndonjë dobi dhe mund të reflektoj, ne nuk duam që të ndikohet në vullnetin e qytetarëve. Edhe prandaj tani kemi përveç 2 koalicioneve të partive të tjera, kemi një vetanakizëm, pra themi personifikim të secili subjekt politik si të rëndësishëm dhe si të mbetësishëm për dalën në zgjedhje dhe ata kanë zgjedhur që dalin vetë dhe jot me të tjerët. Dhe kjo mund sjell, ndoshta droja ekziston dhe mundësitë ekzistojnë një, themi, konfiguracion, një mozaik parafërsisht të njëjtë, për nga përqindja dhe numri i deputetëve dhe rezultati i zgjedhjeve, gjë që mandej mund të shaktoj përsëri pasojë, sepse këta njerëz janë, ky mentalitet është dhe vështirësi në formimin e institucioneve, fillimisht kuvendit, pastaj sepse e kanë bërë rrugë tash ka mund të kalohet. E kanë trasuar dhe qytetarët e din paka shumë çka pret. Një punë që do të mund bëj për disa minuta, e kanë bërë për disa muaj dhe e kanë zvarritur secilin mënyrën e vet deri në absurd për të zhgënjur qytetarët dhe për të ndikuar keq në imazhin tonë edhe brenda dhe jashtë vendit. Konsideroni zoti Baraliu që gjatë këtyre muajve nuk e kanë marrë leksionin nga kjo bllokadë, asnjëra prej këtyre partive nuk e kanë kuptuar leksionin? E kanë kuptuar apo jo, nëse unë mendoj që se kanë kuptuar dhe nëse kanë kuptuar keq, taktikat e tyre dhe strategjitë janë të gabuara, për arsye se po shkojnë tjetës rrugë parafërsisht si në zgjedhjet e kaluara, ajo prodhon një rezultat që mund të jetë i përafërt me këtë që kishim. Prandaj do të ishte dashur që të bashkohen ata që mendojnë si deklaruan, thanë ne të opozitës jemi bashkë, do të jemi bashkë, do të ketë unifikime tjera, jo të brenda partije, po edhe spektër kemi parasysh që nuk bën të vazhdohet, kështu sepse po damtohet Kosova siç ndodhi. Pra, ndërkohë që nuk kemi asnjë lëvizje serioze e cila mund të prodhonte ndonjë rezultat ndryshe. Pra, realisht, parimisht gjykuar, ne kemi një ndarje, shpërndarje të njëjtë, një themi konfiguracion, gjithsesi fjala konfiguracion përgjigjet më së miri realitetit të organizimit. Megjithatë pritni që ndonjëra prej partive të ketë më shumë rritje dhe tjetra ulje me këtë narrativë edhe këtë. Sado që mund të ketë, mund të jenë shumë simbolike, mendoj unë, pa dashur të paragjykoj as të profetizoj, por me që kemi narracionet e njëjta, orarizimet, përsaktimet, orientimet e njëjta, si më parë, rezultati s'mund dalë ndryshe. Sepse është thënë edhe nga Einstein edhe nga shumë njerëz të mençur që nëse me metodat e njëjta, me veprimet e njëjta, vazhdoni të veproni, të punoni në zgjidhjen e një problemi ose në avancimin e një çështje, rezultati s'mund dalë ndryshe përveç se i tillë çfarë nuk do duhej të ishte ose çfarë ka qenë. Pra ne çfarë kishim dhe kemi një situatë, kemi trashëguar tashmë, një situatë jashtëzakonisht palakmueshme dhe do të thosha unë e cila kam dro dhe bindje madje që mund të ndikoj negativisht në dalje fillimisht në përqindjen e daljes, më falni, të qytetarëve që është shumë e rëndësishme edhe për rezultate, edhe për konfiguracion ndryshe, po edhe për legitimitet të këtij procesi zgjedhor, se paramendonin nëse 29-30% dalin dhe pretendojnë se 29% i daljes është aty, nuk është 100%, pretendojnë se kanë marrë legitimitetin, besimin dhe... Konsideroni që mund ketë një dalje ashtu ullë, 29-30%? Po, patjetër, derisa në zgjedhjet lokale patëm një gjë tillë, derisa kemi pasur një thjesht paralizë politike, një betejë të pashembullt deri në absurd të këtyre një ngurtësi dhe këmbgulësi e pashembullt dhe jo demokratike deri në mos kuptimin elementar të rolit dhe funksionit, detyrës dhe përgjegjësive, autorizimeve që kanë marrë nga votuesi sovran, këta njerëz, edhe deputetet një nga një, edhe partitë politike, për mendimin e shumicës njerëzve me cilët bisedohet edhe kontaktosh, dhe shifet fundit shpreja edhe për mediat sociale dhe kontaktet e drejt për drejta me ta, rezulton që po këta kanë zhgënjur dhe kanë përbuzur besimin që o ka dhënë votuesi. Dhe kjo nuk kjo formë e gjykimit, siç po them unë drejt për drejt me sinqeritetin më të madh dhe vërtetësinë,
që është fakt notor dhe në shkencë nuk mund të analizohet dhe të sintetizohet ndryshe, nuk po i pëlqen ndoshta shumë kujt, por e kanë gabim, duhet të kuptoj një herë mirë se nuk është shah as karikatur politika, as ping-pong, por është një profesion jashtëzakonisht delikat dhe i pasbërthyeshëm në situata caktuara, do duhej shumë strategji, taktik, mençuri, përvojë dhe respekt mbi të gjitha ndaj votuesit dhe shtetit, në mënyrë që të ketë qëndrueshmëri një subjekt politik dhe besueshmëri një afat më gjatë dhe jo të ketë pastaj dështime siç mund të kemi për shkak edhe të themi atij pragu zgjedhor që është relativisht i lartë për shumë subjekte politike, po edhe për shkak edhe rrethonat sjelljes tona, qytetarëve dhe politikës, pra kësaj kaste politike në relacion me qytetarin dhe të themi Republikën, gjithsesi shtetin të cilin po përpiqemi ta ndërtojmë, ndërkohë që po i japim në një mënyrë ani tjetër dasht e pa dasht goditje të cilat mund të jenë jashtëzakonisht jo të ulta, por mund të jenë të pariparueshme. Po, dhe pasi që përmendët pragun zgjedhor, konsideroni që ka rrezik që ndonjëra prej partive të vogla mos ta kalojë kësaj radhe pragun zgjedhor dhe cili mund të jetë pastaj ndikimi i rezultatit tek këto partitë e mëdha, shpërndarja e vendeve. Po nëse kishim rezultat kur një subjekt politik në përqindje të mëdha, 100% më shumë se që pati do zgjedhje përpara këtyre, e ra në shifër gati një numerike, ose 10-11%, 12%, si mund të ketë përmbysje të tilla, mund të ketë ndryshime të mëdha, dhe ne nuk jemi pa marrë parasysh pikpamjet tona dhe parashikimet tona e perceptimet, mund të ketë edhe ndryshime të tilla, të cilat thjesht aq më tepër kur e sheh qytetari, e shohin njerëzit se këta njerëz nuk ndrojnë kurs. Përsëri po vazhdojnë me të njëjtat veprime duke ditur që mund të prodhojnë rezultatet njëjta me metodat njëjta të sjelljes, pra nuk dëshojnë të bashkohen, të afrohen. Paktën deklarojnë që do të kenë paktën pas zgjedhjeve koalicione. Nuk e dëgjova askënd që ta as pas zgjedhjeve do të kenë koalicione. Pra nuk shihni ndryshim të pozicioneve pas zgjedhjeve. As strategjisë, as taktikës jo, as pozicioneve, ato pozicionet vetë u vinë si rezultati i besimit qytetar, por unë mendoj që qytetari do të analizoj mirë kësaj radhe, sepse është edhe i vetëdijshëm, siç ishte, po tani më është edhe i zhgënjur dhe i pakënaqur, për të mos thënë edhe i përbuzur, pse jo? Dhe tani kur shumë fish dikush e ngarkon mëkatin kushtimisht ose qëndrimin ndaj një subjekti, këtë rast partia politike X, ndaj qytetarit votues që është sovran, atëherë natyrisht rezultatet nuk mund të jenë shumë të pritshme pozitive, pa marrë parasysh që këta si duket kanë bërë kalkulimet e tyre, kanë edhe sondazhe të mbrëmshme që nuk janë gjithherë jo me marzh 1-2%, po mund të shkojnë shumë përqind të sakta dhe është e drejtë e tyre, pa dashur që të gjykojë se çka kanë bërë, sepse kjo tashmë ka marrë fund. Prandaj po flasim që të mos ndikojmë të askush, sepse dje ka përfunduar afati, mirë po kam dro. Letë mos jetë dash Zotit, mos jetë ashtu siç po mendoj unë, që do të kemi probleme përsëri edhe në rikonfigurimet eventuale për të pasur koalicione për ta bënë shumicë të kualifikuar, nuk po flas për gjatë e një tashmë, ajo mund të jetë edhe, po edhe ajo mund të jetë vështirë, po mund të bëhet, por një shumicë e cila do ta kalonte edhe problemin gjithsesi rendin e gjërave që e kemi zgjedhjen e presidentit. Po dhe cili do të ishte ky koalicioni mund shumë me këtë shumicën që kërkohet për çështjen e presidentit, sepse ka bukur shumë vota apo jo aty. Dy janë mundësi. E para që vetëvendosja të marrë më shumë, edhe 51 siç pretendojnë ata, pretendojnë më herët, dhe mandat mos ketë nevojë të paktën për një shumicë të thjeshtë, një qeveri të pakicës, por që mund të funksionante. Varianti i dytë është fitore e opozitës së deri djeshme, e cila po ashtu do të bashkojë, nuk u bashkua fatkeqësisht, dhe nuk e pranoi madje as mandatin, nuk mori mundimin askush ashtu, dhe pra kishte ndasi të thella mes tyre, dhe kjo duhet thënë që nuk ka nevojë sepse ne jemi një. Jemi një dhe është dashur të gjitha subjektet politike të bëhen bashkë, pra shumicës shqiptare që kanë marrë vende në parlament, që janë parti parlamentare, ta bënin një qeveri
të mandatit 4 vjeçar të fuqishme me të drejtën e pjesëmarrjes të secilit sipas rezultatit zgjedhor dhe të shkonin bashkë edhe mandej të ballafaqoheshin me të gjitha problemet e brendshme që kemi shumë, po edhe ato të jashtme të Se cilat konsideroni që kishe një mungesë guximit për formuar një qeveri të opozitës, apo thjesht konsideroni që ndoshta nuk e kishin numrat? Jo, mos pajtimet janë thëlluar, polarizimin këtë shoqëri jo vetëm në nivel politik, dorën zemër nuk janë vetëm ata të themit ata që do të duhej vënë në shtyllën e gjykimit, jemi edhe ne qytetarët, pra në popull të qytetari, brenda familjes, ka polarizime të pa imagjinueshme, të pa denja dhe të pa arsyeshme. Në familje pra, individi, familja, pastaj subjekti politik, deri në nivel institucional. Kjo duhet e kaluar. A është rezultati digitalizimit të shoqërisë, mediave sociale, kësaj demokracie të keqkuptuar, se mendoj unë qofse gjithkush, gjithçka flet pa kuptim dhe pa sens, pa qëllim dhe pa etik, edhe pa obligim, pra detyrë ligjore që të respektohet diniteti secilit, e kjo po ndodhet te ne, duke sharë fyrë secilin, kjo nuk është as demokracia, as nuk është ligjore, as nuk është njerëzore, as përmon as traditën tonë pozitive që e kemi shekullore, mija vjeçare të njohur, por është diçka që paraqet devijim dhe paraqet sjelljes jo adekuate, për të mos thënë skandaloze në kuptim të rujtjes kohezionit familjar, respektit, solidaritetit në familje, shifni, secili për veti vetëm, individualizimi të tepruar. Po ky kapitalizëm është individual dhe ky individin e ka, nëse i duhet, e shfrytëzon, pastaj nëse si duhet e hedh. Ama ne duhet kemi edhe traditat tona, gjithë popujt tjerë kanë pranuar demokracinë, por i kanë ruajtur edhe traditat e tyre, këtu jo. Dhe tani kjo ka ndikuar si duket që të kemi një polarizim në shoqëri, familje, po se po në shoqëri edhe ma shumë, më falni dhe pastaj edhe në politikë dhe në institucione. Do duhej të edukohen njerëzit. Partitë politike kanë këtë detyrë. Mas pari të edukojnë veten eksponent kryesor, se nuk janë aty për Pra duhet nis ndryshimi nga ato, nga partitë politike. Nga individi fillimisht, familja, edukimi, arsimimi, shteti, po kur flasim për politikë, partitë politike, eksponenca ose ajo që quhet eminenca e tyre, udhëheqja, pra ma thjesht, më shqip popullor që do duhet të marrin mësim dhe të respektojnë edhe mendimin tjetër, edhe qytetarin, edhe partnerin ose rivalin e tyre politik, dhe jo në këtë mënyrë si që janë polarizuar këta dhe madje nuk mund të takohen me njëri tjetrin, sikur të ishin dikush në Allazg, dikush në Afrikë, po me letra komunikojnë. Kjo nuk do mend që nuk është mënyra e duhur e komunikimit demokratik. Atëherë zoti Baraliu, i faleminderit që ishi sot me ne. Faleminderit juve. Faleminderit shumë. Dhe pastaj intervista tani është shkuar për bllokun e lajmeve të botës.